Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët anë kënd botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. Besimtarët nderuar, lutim Allahun që t'ua ketë pranuar agjërimin, juve, neve dhe gjithë muslimanëve anë kënd botës. Sikurse e lutim Allahun që t'na mundsojë dhe t'na lehtësoj arritjen, shfrytëzimin dhe përjetimin e ditëve tjera të këtij muaji, në jetë edhe të shumë Ramazaneve tjera. Në kuadër të ajeteve që jemi duke i trajtuar, si mesazhe për cilat ne kemi nevojë, fillimisht unë, pastaj edhe ju dhe çdo besimtar tjetër, do ta trajtojmë edhe ajetin ku Allahu subhanahu wa taala tregon për lidhjen e tij të afërt, të drejtë për drejtë dhe madhështore mes tij dhe mes robit të tij, i cili thotë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Nëse të pyesin ty robërit e mi për mua, o Muhammed, fa inni qarib, unë jam afër tyre. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet mua. Allah përmes këtij ajeti tregon për afërsinë e tij ndaj nesh. Prandaj nuk ka thënë thuaju atyre se unë u qëndroj afër, por me njëherë ka treguar se ai është afër nesh. Edhe në këto momente kur ne po flasim për të, ai është afër nesh. Sa më shumë që të interesohemi për Allahun, aq më afër do ta ndjejmë atë. Çdo gjë na çon tek Allahu, duke filluar nga vetët tona, nga kjo bukuri, nga ky perfeksion njerëzor që Zoti ka krijuar në shpirtrat tona, në trupat tona dhe në mendjet tona. Mënyra se si ne jetojmë, mënyra se si ne funksionojmë, gjitha janë dëshmi e madhështisë së Allahut subhanahu wa taala. Një jetë dëshmi e afërsisë së tij ndaj nesh. Ne asgjë nuk mund të bëjmë, nuk mund të veprojmë, nuk mund madje as të mendojmë pa lejen e tij. Allahu jep leje që ne të jetojmë, që ne të flasim, që ne të zhvillohemi, të angazhohemi, të arsimohemi, të edukohemi, të punojmë, të gjallërojmë. Çdo gjë është me lejen e Allahut. Po të mos donte Allahu, një gjë e tillë nuk do të ndodhte. Andaj kjo tregon për afërsinë e tij ndaj nesh, në esencë. Pastaj, si mirësi shtesë, Allahu tregon se ai na do neve. Prandaj Allahu ka krijuar raporte të afërta me robërit e tij, sepse ai i do ata. Dhe për këtë arsye thotë: "Fa inni qarib", unë jam afër robëve të mi. Ata sa janë afër meje, unë jam çdo herë afër tyre. Allahu është më afër nesh se sa arteria e zemrës tonë, damari i qafës tonë, sikur se Allahu ka treguar në ajete tjera. Pra Allahu është shumë afër nesh, por ne nuk po e ndjejmë afërsinë e tij. Ne nuk po e falenderojmë Allahun për këtë afërsi, për këtë mirësi, për këtë madhështi. Ne jemi larg Allahut subhanahu wa taala, sepse kemi krijuar barrikada mes nesh dhe mes tij. Dhe kjo është humbja më e madhe që ne mund t'ia shkaktojmë vetes tonë. Allahu nuk ka krijuar asnjë lloj barrikade mes nesh dhe mes tij. Ndonë se është qenia më e lartë, është mbreti i mbretërve, por nuk ka adresë më lehtësisht të qasshme se sa adresa Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ky ajet tregon se mes Allahut dhe mes nesh nuk ka ndërmjetës, nuk ka nevojë që të ketë ndërmjetës. Ka se Allahu subhanahu wa taala aq shumë na don, aq shumë na nderon saqë nuk ka krijuar barrikada dhe pengesa mes nesh dhe mes tij. Fa inni qarib, unë jam afër robëve të mi. Thjesht le të më luten, thjesht le të më drejtohen mua. Unë u përgjigjem lutjeve tyre. Pra duaja, lutja, nuk është thjesht për shpëritje goje. Është një akt nështrimi, është akt adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala, një prej akteve që Allahu i do më së shumti. Pra ne Allahu i është qasur kësaj çështje përmes lutjes. Të pyesin ty, o Muhammed, për mua. Thuaj atyre se unë jam afër robëve të mi. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. I përgjigjem lutësit kur ai më lutet mua. Pra i është qasur përmes mirësisë dhe madhështisë së lutjes, nga se Allahu e don shumë lutjen. Allahu e don lutjen tonë ndaj tij. Allahu dëshiron që ne t'i përgjigjohemi atij, sepse vetëm ai e meriton një gjë të tillë. Pra kur ne krijojmë raportin me Allahun përmes adhurimit të lutjes, ne realisht kemi vepruar atë që Allahu e do më së shumti. Allahu dëshiron sepse ai e meriton një gjë të tillë, një çështje të tillë. Dhe Allahu nuk ka lejuar që mes nesh dhe mes tij të ketë ndërmjetës, që do ta pengonin këtë lidhje, që do ta barrikadonin
këtë qasje, kaq të bukur, kaq të afërt, kaq të ndjeshme. Allah subhanahu wa taala nuk lejon që mes ti dhe mes robëve të tij të ketë pengesa. Nuk lejon që mes ti dhe mes robëve të tij të ketë ndërmjetës, sepse ai është Zoti madhështor. Ai është i dashuri absolut. Ai është i cili vazhdimisht kujdeset për robët e tij. Dhe shikone, nuk i përfshin Allahu këtu vetëm besimtarët e tij, por thot robërit e mi. Allahu ju drejtohet gjithë robërve të tij, se mes tij dhe mes krijesave njerëzore nuk ka pengesë, nuk ka ndërmjetës, nuk ka barriera. Rruga është e hapur, adresa është e hapur dhe është e njohur. Edhe një mëkatar atje që mund të bëjë mëkatin më të madh, që është mohimi i Allahut, apo idujtaria, shirku, që mund t'i shfaq Allahut ortakri në adhurim përmes diçkaja, përmes dikuj, Allahu edhe atë e përfshin në këtë qasje. Edhe këtij s'ia ka mbyll derën. Edhe këtij ka lënë derën hapur. Thjesht duhet më u drejtu Allahut. Të pyesin ty o Muhammed, robërit e mi për mua, kush do qofshin ata, besimtar apo jo besimtar, të pasur apo të varfër, të bardhë apo të zinj, gjithë jeni robë të Allahut. Dhe të gjithë e keni derën hapur tek Allahu. Unë jam afër. Jam shumë afër. Thjesht ata duhet ta kuptojnë, ata duhet ta ndjejnë. Prandaj besimtar të Allahut nuk kemi rast më të volitshëm, më të përshtatshëm që ta fuqizojmë këtë lidhje mes nesh dhe mes Allahut subhanahu wa taala se sa Ramazani. Lutja në Ramazan nuk është sikurse në kohëra tjera, nuk është sikurse në muaj tjerë. Mundësitë, rrethanat janë aq të lehtësuara sa që ne me lehtësinë më të madhe mund të përfitojmë nga një lutje e vetme. Një lutje e vetme mund ta ndryshojë krejtësisht dhe rrënjësisht jetën tënde. Një lutje e vetme mundson që rrjedha jote jetësore të merr kahje krejtësisht tjetër, pozitive. Një lutje e vetme, por e sinqert, bën që dyert e qiellit hapen e dyert e xhenetit të përjetohen në ditën e gjykimit. Bën që të nderosh me pritje solemne nga melaqet e Allahut subhanahu wa taala, vetëm me një lutje. Sa lutja ka ndryshuar kadere, ka ndryshuar njerëz nga kriminal në njerëzit më të devotshëm. Sa lutja sinqert është bërë shkak që problemet më madhore ekzistuese dhe të paramenduara të zgjidhen me lehtësimin më të thjeshtë nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Sa njerëz që nuk është paramenduar që ata mund të bashkohen një ditë, Allahu e ka bashkuar vetëm për shkak të një lutje të sinqertë. Mos e neglizhoni lutjen. Lutja është armë e fuqishme. Lutja është prej mekanizmave që Allahu nuk e kthen prap. Lutja e sinqertë është shkak që Allahu ja ka bë obligim vetes, mos më ja kthy durët e zbrazura atij besimtarit sinqert kur ai lutet. Ne shpesh e neglizhojmë lutjen. E marrim si diçka formale. Përkundrazi, lutja është prej ibadeteve më përmbajtësore dhe më madhështore. Thjesht duhet t'ia shprehim Allahut nevojën tonë për të, kërkesën tonë dhe përgjërimin sa më të sinqert e sa më të thellë. Dhe në fund, ky ajet na tregon edhe për atë se Allahu ka mundësuar që përmes lutjes sonë, përmes kësaj lidhje direkte mes nesh dhe mes Allahut subhanahu wa taala, të na ngrit në gradën e të qenit i privilegjuar nga Allahu. Prandaj thot Allahu: "Wa idha ujibu da'wat ad-da'i idha da'an." I përgjigjem lutësit kur ai më lutet. Me të përgjigj ty Allahu kur ti lutesh është kënaqësi, është madhështi. Jo çdo kuj Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet atij që është i sinqert. Pastaj jo detyrimisht Allahu duhet ty me të përgjigj momenti kur ti kërkon. Nga sa Allahu e din se çfarë është më e mirë për ty dhe kur është më e mirë për ty me ta pranuar. Dhe për këtë arsye Allahu në raport me lutjen dhe pranimin e saj ka përcaktuar 3 mënyra apo 3 forma të realizimit të kërkesave tona. Ose me një herë pranon, ose përmes pranimit të një lutje të caktuar e pengon një fatkeqësi të mundshme, ose krejt në fund e deponon për ditën e gjykimit, atëherë kur nevojat tona do të jenë shumë më të mëdha se sa ato të jetës kësaj bote. Pra Allahu subhanahu wa taala mendon për neve më mirë se sa që ne mendojmë për vetët tona. Kur ja kërkojmë Allahut diçka, mos t'ja paraqesim thjesht si një kërkesë, por si një adhurim, si një nevojë, si një përjetim. Pastaj do ta shihni se si Allahu subhanahu wa taala, nëse është më nevojshme për ty, me ta pranuar më njëherë, ta pranon më njëherë. Sikur se ka ndodhur shpesh në jetën e besimtarëve. Janë të shumta raste të shembujt ku Allahu ka pranuar më njëherë lutjen e tyre, sepse kjo ka qenë më e mira për ta.
Ka raste që Allah përmes përgjigjes në lutje, jo të menjëhershme, por pak të mëvonshme, i ka mbrojtur nga fatkeqësitë ndryshme. Nga se ndodh që fatkeqësitë që na zbresin nga qielli si pasojë e veprave tona, bëhen shkak duat tona që ato t'i pengojnë dhe t'i lënë pezull në qiell e ne të mbrohemi në tokë. Dhe këtë në fund, Allahu nëse shikon më të arsyeshme dhe më të nevojshme për ne që në ditën e gjykimit nuk do ta mjaftojnë veprat, ose të kemi nevoja tjera, i deponon përgjigjet e këtyre lutjeve në ahiret. Madje sipas një transmetimi, kur i shohin besimtarët se sa e mirë pas ka qenë që lutjet e tyre me u pranu në ahiret, me u deponu Allahu në ahiret e mos me u pranu në dynja, thonë sikur ta dinin, do të kishim dëshirë që gjitha lutjet tona në dynja të pranoheshin në ahiret, për shkak nevojës madhe që do kemi në atë dimension jetësor. Allahu na e pranon lutjet, Allahu na mëson që për këtij Ramazani me dal me lutje të sinqerta edhe të pranuara tek ai dhe dhënë Zotit që të jemi pe robërve besimtar, jo thjesht robër të tij. Alhamdulillahi rabbil alamin.